Selamu alaikum. A është sunet me të ndihmu burrin në punë të shtëpisë nëse unë i kam 3 fëmijë plus jam shtatzanë? Aleikum selam, rahmetullah. Allahu që përbleft motër. Ju këshilloj gjitha motrave, besimtare, namazlike, që i din sunetet që janë në favor tyne, le t'i mësojnë edhe sunetet që janë në favor të burrit. Nuk jam kundër teje, që ke thonë ti që ashtu është. Bashorti do të më mundu me ndihmu gruz vetë sa të ketë mundësi. 3 fëmijë ke plus i shtatzan, shumë rregull. Por edhe ti dush minimu bashortit kur ai ka nevojë. Mos më kërku gjërat cilat ai nuk mundet me t'i blej. Mos më ngrit zanin ndaj tij, me rujt moralin, me i buzëqesh, me eduku fëmit, mos më lyp gjana që nuk janë takatin e vet, me u kënaq me pak. Me bo dua për ta, mos me ja kthy fjalën, me ja respektu prindrit nëse janë me ta. Këshillat urnat e ti me i qu në vend. Nëse ai smurët ose është fukara, me bo sabër bashkë me ta, me jetës përpara projektet e bashortit. Pra, mas një burrit madh qëndron një bashorte e den e khejrit, e cila sakrifikon për burrin e vet, e cila shkrinjet për burrin e vet. Me saj edhe burrit vet ka respekt, dashni edhe rahmet. Një grua e cila, kur është në pyetje burri vet, ajo rrin kam. Ajo e cila i lën çdo sen tjetër, edhe po të ishte urnume, edhe liu me mira dikujt sejdë do t'i binte burrit vet. Një grua e cila lën çdo punë anash për me kry shërbimet e burrit vet. Një grua e cila edhe nëse me muaj të tërë s'ka mundësi burri mi pru ushqim të shtëpia, ajo mshël gojën. Edhe bën sabër me burrin e vet. Një grua e cila nuk i thot burrit, filania u knaq me burrin e vet, unë çyçania rash me ty s'pas na pas na fak. Një grua e cila 100 herë, 1000 herë i bën burri mirë, edhe ajo një herë mos me mujt burri mi ia plotsu një kërkesë ose një dëshirë ose i thot kur s'e kom pa hajrën. Edhe çto sunete duhesh mi dit. Pse po than kët? Nga se shumë vajza po din me i prek burrat e vet me ato hadithet cilat janë në favor tyne. Po din me i bë pyetje duke thonë, "Hoxh, a kam obligim unë me ja hekuros teshat burrit, me ja bë bukën burrit? Me ja këshyr babën edhe nanën burrit?" Prandaj ne jemi kundër shturjes së familjes. Mirë kuptim, burri, mirë kuptim gruaja, dashnin mes vete, respekt. Mi mësu hadithet, edhe borxhet, obligimet që i ki ndaj burrit, po edhe burrit që i ka ndaj gruas, me gjetë një gjuhë të përbashkët. A kjo që e ke përmend ti, po këshilloj që me ndihmu sa të ketë mundësi.